Deri më tani në disa prej qendrave komunale të komunave të ndryshme ka përfunduar procesi. Pas përfundimit të zgjedhjeve lokale që mbajtën me 12 tetor, tani janë duke u numëruar votat për asambleje komunale. Sipas të dhënave të KQZ-s, në epërsi me vota është lidhja demokratike e Kosovës. Nëse flasim në përgjithësi për të gjitha qendrat komunale të numërimit, sot është dita e tretë të cilat do të thotë po zhvillohen aktivitetet të cilat janë parapara me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe aktet në ligjore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkaq, nëse flasim vetëm për komunën e Prishtinës, kjo është dita e dytë dhe të cilën do të thotë po zhvillohen këto aktivitete. Deri më tani në disa prej qendrave komunale të komunave të ndryshme ka përfunduar procesi, pra që ka të bëjë me numërimin e votave të kandidatëve nga zgjedhjet për kuvende komunale, si dhe verifikimi i rezultateve nga formulare që janë plotësuar në vendvotime për zgjedhjet për kryetarë të komunave dhe për zgjedhjet për kuvende komunale. Natyrisht se gjatë këtyre ditëve do të vazhdoj ky proces në këto qendra komunale dhe po punohet jashtëzakonisht shumë që sa më shpejt të përmbyllen këto aktivitete në mënyrë që të përmbushen edhe detyrimet tjera që kanë të bëjnë me numërimin e votave nga votimi i personave me nevoja të veçanta, nga votimi me kusht dhe numërimi i votave nga votimi jashtë Kosovës, që pastaj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të mund të publikojë të shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Gjatë ditës së parë dhe të dytë në disa qendra komunale të numërimit ka pasur vështirësi në funksionimin e ekraneve apo monitorave që janë të vendosura këtu për shkak të internetit të dobët. Çdo tavolinë numërimi ka një kamerë në të cilën prezantohen fletvotimet, pra të cilat janë të vendosura në kutinë e votimit. Dhe ky prezantim duhet të paraqitet pastaj edhe në ekranin apo në monitorin i cili është i vendosur për vëzhguesit e subjekteve politike dhe të OJQ-ve. Meqense se ka pasur vështirësi të transmetohet kjo pamje për shkak të internetit të dobët, atëherë kjo vështirësi do thotë ka ndikuar në mos funksionimin apo në mos punën e këtyre qendrave komunale të numërimit. Gjatë gjithë ditës së djeshme, ekipet e KQZ-s janë marrë në këtë punë dhe tani edhe këtu në QKN-n e Prishtinës procesi është duke vijuar normalisht dhe nuk ka pasur ndonjë pengesë. Unë jam Arlind Umulle, jam antar i Lidhjes Demokratike Kosovës për QKN. A mund të na tregosh kurse si po shkon procesi i numërimit të votave? Sot për mëngjesit të Eurostat procesi ka shku shumë rregull, gjithë çka u kon rregull përveç një tavolinë që ka pas disa probleme dhe nuk ka filluar hala numërimi, kështu që cilat janë probleme me atë tavolinë? Me sa kemi informata, probleme me kompjuter kanë pas. Masaktësisht nuk kena na informat, kështu që veç ajo tavolinë nuk ka funksionu, tjerat janë gjithë çka në rregull.